Dashi. Në këtë ditë të mrekullueshme tetori, përgatitu për një energji të freskët që do të shtyjë drejt veprimeve të menduara mirë. Në dashuri, merri momentet e vogla dhe bëj të mëdha. Një bisedë e thjeshtë mund të sjellë afërsi të papritur me partnerin. Në ambientin e punës, një projekt i ri kërkon vëmendje dhe përkushtim. Mas nguro të shprehësh idetë tua kreative. Financat mund të kërkojnë një rishikim të kujdesshëm sot, ndoshta disa shpenzime të vogla mund të eliminohen pa problem. Kujdesi ndaj detajeve nuk është kohë i tepërt. Energjia e kësaj dite të sjellë një ndjenjë qetësie. Shijoje dhe merr frymë thellë. Mos haro të gjesh kohë për veten. Një shëtitje në natyrë mund të bëjë mrekulli për shpirtin. Demi. Sot është një ditë që të fton të gjesh ekuilibrin midis dëshirave dhe përgjegjësive. Zemra jote mund të kërkojë më shumë kohë për dashurinë, ndaj mos hezito të ndash momente të veçanta me ata që do puna mund të duket si një maj, por duke përdorur qasjen e durimit dhe metodikës, të i përmbushësh të gjitha detyrat. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë. Është koha të rishikosh buxhetin dhe të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Ndjen një val frymëzimi që të mbush me energji pozitive. Mos haro të marrësh kohë për veten dhe të përqendrohesh në gjërat që të sillin paqe dhe lumturi. Le të jetë kjo një ditë e qetë, e mbushur me harmoni dhe reflektim të thellë. Binjakët. Sot, dita juaj nis me një energji pozitive që ju shtyn të eksploroni horizonte të reja. Në dashuri, hipni syt nga personi që keni pranë dhe ndani një moment të veçantë së bashku. Kujdesuni për ndonjë keqkuptim të vogël që mund të lindë dhe ktheni vëmendjen te dialogu. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë të ecni përpara me energji dhe vetbesim. Financat janë në një rrugë të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e plotësisë do t'ju mbush zemrën dhe do të ndiheni të lidhur me njerëzit pranë. Bëni pak kohë për veten dhe meditoni për të qetësuar mendjen. Kjo do t'ju ndihmojë të përfundoni ditën me paqe dhe harmoni të brendshme. Daforia. Sot do të ndihesh më i ndjeshëm ndaj energjive që të rrethojnë. Kujdes veçantë kushto marrëdhënieve, pasi komunikimi i hapur do të ndihmojë në qartësimin e çdo keqkuptimi. Në punë, kreativiteti yt do të shkëlqejë, por qëndro i fokusuar për të përfunduar detyrat me sukses. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por konsidero avantazhet dhe disavantazhet para se të veprosh. Në dashuri, përpiqu të kalosh kohë cilësore me partnerin ose të dashurit të zemrës. Kjo do të forcojë lidhjet. Po ashtu, mos neglizho veten dhe kërko momentet e tua të qetësisë për të rigjetur ekuilibrin emocional. Dita do të sjellë ngrohtësi dhe mundësi për reflektim të thellë, duke të ndihmuar të ushqesh shpirtin dhe mendjen. Luani. Dita fillon me energji pozitive dhe një ndjesi të brendshme ngrohtësie. Romanca juaj mund të përjetojë momente të ëmbla, ndaj mos nguroni të shprehni ndjenjat me partnerin. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet dhe mund të tërheqë vëmendjen e eprorëve. Mund të jetë koha e duhur për të ndarë idetë tuaja vizionare. Financat po tregojnë shenja përmirësimi, por është e rëndësishme të bëni kujdes me shpenzimet e papritura. Kujdesuni që të gjeni momente për relaks dhe meditim për të mbajtur ekuilibrin emocional. Ndërsa dielli perëndon, ndoshta do të ndjeni një thirrje për të reflektuar mbi arritjet e ditës dhe për të planifikuar me qetësi të ardhmen. Jepini vetes kohë për të qetësuar dhe për të rilidhur me veten. Virgjëresha. Dita e sotme sjell mundësi për reflektim të thellë dhe shëndoshje të brendshme. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin mund të ndihmojë në zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve të vogla. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një lidhje të re emocionuese. Në punë, qëndrueshmëria dhe përpjekjet tuaja të palellshme do të fillojnë të shpërblehen. Është koha ideale për të treguar idetë tuaja kreative dhe për të marrë përsipër projekte të reja. Në aspektin financiar, është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të investoni me kujdes. Kujdesuni për shëndetin mendor duke medituar ose duke kaluar kohë në natyrë. Lëreni zemrën të udhëheqë dhe ndriçoni përreth me pozitivitet të paçmuar. Peshorja. Sot do të ndjeni sikur jeni në një udhëtim të lehtë me erën dhe nuk ka pse të jetë ndryshe. Në çështje të zemrës, shpirti juaj romantik do të ndriçojë si drita e një qyrieri në një naftë të qetë. Komunikimi me partnerin është i qetë dhe i ngrohtë, duke sjellë paqe dhe harmoni. Në punë do të vini re një mundësi që kërkon vetëm guximin tuaj për ta kapur. Besoni në aftësitë tuaja dhe merrni atë hap që keni menduar kaq gjallë. Sa i përket financave, është koha të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e vogla që duket se po. Sot, mos harroni të përkëdhelni pak veten në diçka të vogël që ju sjell gëzim të pastër. Kjo ditë është e gjitha për të shijuar çdo moment. Akrepi.
Zemra juaj ndriçon si një yll sot dhe emocionet tuaja do të ndihen të thella. Në dashuri, mos hezitoni të shprehni ndjenjat. Intimiteti do të sjellë lidhje më të forta. Në aspektin profesional, është momenti i duhur për të bërë një hap përpara, por mos u mbutni të vendosni. Lejojini vetes kohë për të reflektuar mbi opsionet tuaja. Financat mund të kërkojnë vëmendje. Një plan i strukturuar do të jetë çelësi i suksesit. Mbani mend se stabiliteti emocional është i rëndësishëm, prandaj praktikoni në teknika relaksimi. Dita mund të sjellë surpriza të këndshme në mbrëmje, ndaj qëndroni të hapur për mundësi të reja. Përqafoni ndryshimin dhe lejoni që të frymëzojë shpirtin tuaj. Harmonia do të jetë aleati juaj më i mirë sot. Shigjetari. Dita e sotme ofron mundësi të reja për të zbuluar dimensione të reja të ndjenjave të tua. Nëse ke pritur për të bërë një hap të rëndësishëm në marrëdhënien tënde të dashurisë, sot është koha e duhur për të folur me zemër të hapur. Në punë, përballja me sfida të vogla mund të japë frymëzim për të ndjekur rrugë të reja dhe kreative. Mos hezito të shprehësh idetë tua, sepse ato mund të sjellin përparime të mëdha. Financat duket se po stabilizohen, por është e rëndësishme të qëndrosh i kujdesshëm ndaj shpenzimeve të papritura. Përdor energjinë pozitive për të përmirësuar mirëqenien tënde emocionale dhe fizike. Dëgjoj intuitën tënde, ajo do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të drejta. Britsjapi. Sot, ndjenja e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë do të përforcohet fort. Në dashuri, mos keni frikë të tregoni anën tuaj të brish. Kjo do të forcojë lidhjen me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të zgjojë emocione të veçanta. Në punë, përqendrohuni në detajet që shpesh anashkalohen, pasi do të luajnë një rol kyç në suksesin tuaj. Është e këshillueshme të mos bëni investime të rrezikshme financiare. Tregoni maturi dhe dëgjoni intuitën tuaj kur bëhet fjalë për menaxhimin e parave. Energjia e ditës sjell një ndjenjë qetësie që ju fton të gjeni kohë për reflektim personal. Një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të lidhur me veten dhe aspiratat tuaja. Ujori. Dita e sotme sjell një ndjenjë të thellë reflektimi mbi marrëdhëniet personale. Nëse zemra juaj ka qenë e pavendosur, një takim i papritur mund të sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Lidhur me punën, krijimtaria juaj është në kulmin e saj, prandaj keni besim në idetë tuaja dhe guxoni t'i ndani me të tjerët. Ka mundësi që një bashkëpunim i ri të sjellë fryte të mëdha. Kujdesuni për shpenzimet impulsive. Menaxhimi i përgjegjshëm i financave do të jetë çelësi i suksesit afatgjell. Ndjenjat tuaja do të jenë të thella si oqeani, kështu që mos hezitoni të dëgjoni intuitën tuaj. Një ecje e gjatë në natyrë do të ndihmojë për të rikthyer qetësinë dhe për të mbushur shpirtin me energji pozitive. Çdo sfidë mund të shndërrohet në një mundësi të ardhur. Peshqit. Dita e sotme mund të sjellë momente të veçanta reflektimi. Është koha të dëgjoni zemrën tuaj dhe të merrni vendime që lidhen me marrëdhëniet. Një bisedë e hapur me dikë të afërt mund të forcojë lidhjet e zemrës. Në aspektin profesional, projekti në të cilin po punoni kërkon vëmendje të veçantë ndaj detajeve. Mos keni frikë të tregoni kreativitetin tuaj, do të fitoni respektin e kolegëve. Financat kërkojnë pak kujdes, ndaj mendoni mirë para se të bëni shpenzime të mëdha. Një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie me muzikë mund të rigjallërojë energjinë tuaj. Shfrytëzoni këtë ditë për të balancuar ndjenjat dhe mendimet, duke krijuar një harmoni të re brenda jush. Mos harroni, qetësia është çelësi.